Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas edhe legjenda se shteti po ja fal edhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj I keni thënë duke I shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallgë zëmrimi dhe I duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër të kësaj medalje me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo mos vao duhet të them më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë këtë punë, projekti do anullohet dhe ju të shqetësoheni, të shijoni fitoren e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë të hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinierë mjedisi. Do shtohen breza të tërë pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Është diçka krejt tjetër. Lërini të mbarojnë punën. Lërini të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Kështu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do ju pëlqej projekti, shkoni edhe merrni me guna për mbitela. Guna dhe aty janë. Dhe në fund fare, dua të them që ne nuk mund ta lëmë këtë debat të bëhet një debat për një kompani private, hajvanësh të sigurisë që na morën fytyrën të gjithëve si vend në fakt. Edhe pse unë nuk do isha aq I lumtur kur I shikoja ato pamje që I shpërndan bota, se për botën është bukur shumë që ti na tregoj ne si këta janë ata të vërtetët. Po këtë nuk e marrin parasysh këta manipulatorët tuaj. Ky s'është debat as për kompaninë. Ky s'është debat as për shefjet Kastradën, që të jemi të qartë. Fare. Ky është debat për Shqipërinë dhe për çfarë Shqipërie duam nesër dhe kaq e thjeshtë është gjëja.
A e mbajmë dot sfidën e një gjëje të madhe? Patjetër që është një projekt i madh, ka rrisjet e veta. A jemi të gatshëm që të punojmë për këtë duke i mitiguar gjitha rrisjet edhe duke bërë më të bukurën për atë vend, për vendin tonë, për popullin tonë, për fëmijët tanë? Kjo është sfida jonë dhe për këtë duhet të angazhohemi. Është kollaj të bësh të kundërtën. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet. Është tërësisht e pavërtet. Një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro, po si pronar të terrenit, të cilin e kam bler me para të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro, me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, po vetëm musliman nuk janë, vetëm Allah dhe Kuran nuk kanë, sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kurani për të helmuar njerëzit me shpifje, me forcë, kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po, deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo, që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të Fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur u nda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj, e njëjta gjë. Doni? Aty e keni dhe ato. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur se shthon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë pas Berihajt se ne nuk e mundim dot. Mua nuk ka nevojë të më mundni, miqtë mi. Ju jo. Ju jo. Mua nuk ka nevojë të më mundi fare. Unë nuk e kam me ju betejën. Unë betejën e kam bashkë me ju. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet. Është tërësisht e pavërtet. Pasurit objekt zhvillimi janë pronë private.
Sipas dokumentacionit, pasuritë objekt zhvillimi përfshin vetëm prona private. Të gjitha rezultojnë në pronësi të shoqërisë Albania Land Development. Ndërsa, struktura e pronësisë së shoqërisë, shoqëria Albania Land Development, ka si ortak vetëm shoqërinë Sazan Holding. Tani, edhe njerë, e thash më para, një çmenduri totale ajo futja e urrëties për ebrejt dhe shfrytëzimi i dhimbjes Gazës nga ata që i thon vetes musliman, po janë pa din dhe pa iman. Duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dim dhe janë dy bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari, një nga fuqitë më të mëdha të lindjes mesme. Një holding që zotron kompani në fushat ndryshme dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Futuni, klikoni powerholding.com. Shkoni tek kompania Assets, që është dhe pjesë prap këtu e regjistruar, dhe do shikoni se kush po vjen në Shqipëri të shkatroj mjedisin, të vrasi pelikanët dhe të sjellë palestinezët. Dhe po ju them dhe këtë, sot që flasim, investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot, i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Nëse së bashku do t'ja u sigurojmë mirëseardhjen. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragedia e Port of Montenegros, po në përmasa të kësaj kohe. Port of Montenegro, që bëri fatin e Malit Zi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malzi, dhe sot Malizi i ka pagat më të larta dhe të ardhurat për frymë më të larta në këtë rajon, falë atyre investimeve që nuk pati frikë t'i bëj dhe që nuk ja u vuri shkelmin fyt natyrisht investitorëve. Çfarë do zgjedhim? Do zgjedhim të rrim ta shikojmë akoma Malin e Zi nga mbrapa, apo do zgjedhim që ta parakalojmë edhe Malin e Zi dhe të tjerët që janë të shqetësuar për këtë projekt? Si do ta bëjmë të zgjedhje? Është zgjedhja juaj. Ma thoni dhe unë adaptohem, se unë jam këtu me votën tuaj. Thash dhe më parë, i duroj të gjitha ato që më thonë perversët që për fat keq kanë rënë të jenë kundërshtar të kësaj partie dhe të mit personalisht, po i duroj jo se i pranoj. Duroj dhunë mbi kockat e Timeti, duroj dhunë mbi fytyrën e gruas time dhe të fëmijëve të mi, po sepse mendoj që jam këtu për ju dhe me ju. Nëse dhe ju mendoni si ata, ma thoni dhe vazhdoni me çdo tjetër që ju dëshironi. Po unë këtu nuk rri të vegjetoj. O do ta bëjmë Shqipërinë me atë vizion për të cilin keni mbështetur, ose më thoni që keni një vizion tjetër dhe doni të shkoni me Sazo Gurin dhe me Arlindo Dritgjatin. Jam okay. Por shikoni powerholding.com dhe mos harroni një gjë, që nëse ne harrojmë
që rolin kryesor që kemi në këtë proces dhe rolin kryesor që kemi ne si Shqipëri dhe si shqiptar për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duam, është të krijojmë klimën e duhur dhe të krijojmë mikpritjen e duhur për investitorët, dhe nëse këta investitorë largohen, nuk është problemi që nuk do bëhet zvërneci. Problemi është që nuk do vi më njeri për kush e di sa kohë. Se do thonë kur dhe ata nuk e qanë dot atje, me ata s'merrim vesh. Këto janë të vërteta që po u them sot siç i ndjej. Mendojini gjërat. Mendojini.